Sot festojmë ditën e reformacionit në Kishën Luteran. Shumë mendojnë se kjo ditë ka të bëjë me Luterin që u ngrin me papën dhe krijoi në Kishë të re, por nuk është kështu. Reformacioni nuk kishte të bënte me krijimin e diçkaje të re, por me kthimin tek ajo që ishte nga fillimi, tek zemra e Kishës. Në atë kohë, drita Ungjillit ishte e dobët. Në Kisha flitej shumë për detyrën e njerëzit, por pak për hirin e Zotit. Njerëzit dëgjonin rreth veprave që duhet të bënim, por jo për veprën që Krishti e kishte përfunduar. Luteri e pa këtë dhe tha: "Jo, shpëtimi nuk është bashkëpunim me Zotin. Ai është një dhuratë. Zoti bën gjithçka. Ne vetëm e pranojmë. Gjithçka tjetër është ligj, jo Ungjil." Nuk ishte guximi Luterit që ndryshoi botën, por fjala e Zotit. Dhe nuk ishte Luteri që ndau Kishën, por mëkati që gjithmonë dan dhe sjell dhimbje. Prandaj edhe sot Kisha ka nevojë për reformim, jo me metoda apo me ide të reja, por duke u kthyer tek e vërteta e vjetër e fjalës së Zotit. Se ne jemi mëkatare që nuk mund ta shpëtojmë veten, por Krishti dhe vetëm Krishti e ka bërë gjithçka për ne me gjakun e tij. Gëzuar ditën e reformacionit.